Mirëmëngjes të gjithëve. Hiri dhe paqja nga Zoti ynë dhe shpëtimtari Jezus Krisht. Kjo është mënyra biblike në beslidhjen e re, në aleancën e re, për të përshëndetur popullin e Zotit, delet e Zotit dhe gjithashtu ata që edhe pse nuk e din që janë dele, por sepse janë, do të vazhdojnë të dëgjojnë këtë program. Sot dua të flas me ju. Nëse jeni duke kërkuar për një pasazh të veçantë biblik që do t'ju sjellë shpresë, forcë të madhe, guxim, vendosmëri dhe dritë të vërtetë që do të ndriçojë çdo hap në rrugët tuaja, dhe ajo që ende është paksa e errët, Bibla thotë se kur vjen drita e Ungjillit, edhe errësira bëhet dritë. Pas errësirës vjen drita. Isaia thotë se ka një rrugë ku as të marrit nuk do të gabojnë. Do ta lexoj këtë fjalë. Jam apostulli Miguel Angelo nga Kisha Ungjillore. Krishti jeton, shumë faleminderit që jeni me mua këtë mëngjes. Isaia, profeti, thot në kapitullin 35, vargu 8. Dhe atje do të ketë një rrugë të mirë, një rrugë të mirë, një rrugë që do të quhet rruga e shenjtë. I papastra nuk do kalojnë nëpër të. Ajo do të jetë vetëm për popullin e tij. Çdo person i cili udhton në të nuk do të mundet kur të humbas rrugën, madje as edhe ai që konsiderohet i pamend. Thuhet se ka një rrugë të shenjtë. Një rrugë të shenjtë që kushdo që ecën në të nuk do të gabojë. Pra, jam të këtu sot me një fjalë të fuqishme nga Zoti për jetën tënde personale. Jam këtu i shtyr nga shpirti i shenjtë, aleluja, sepse para se të hyja në studio dhe para se Zoti të më jepte këtë fjalë, ai e dinte. Ai tashmë e dinte kush do të ishte në anën tjetër, nevojat tuaja më të ngutshme, dhimbjet tuaja, ankthi juaj, pra njerëz që vërtet kanë nevojë për ngushëllim, forcë për të jetuar dhe guxim për të jetuar, për të fituar. Prandaj janë këtu me një fjalë të fuqishme nga Zoti. Prandaj dëgjoj me vëmendje atë që shpirti i shenjtë tashmë po flet. Thuhet se ka një rrugë dhe profeti i frymzuar nga Zoti sigurisht e përdori këtë shprehje. Duke thënë, shiko, është një rrugë për sosmërie, është një rrugë kaq e mirë, është një rrugë kaq e rëndësishme, saqë edhe një njeri i marr nuk do të gabojë duke ecur në këtë rrugë. Çfarë fjalë lavdishme. Çfarë fjalë lavdishme. Pra, Zoti po thotë se ekziston një rrugë. I shenjtë, i sigurt. Dhe është e vërtet, kujtohu çfarë tha Jezusi. Unë jam rruga, unë jam e vërteta dhe unë jam jeta. Në këtë rrugë, me Jezusin, në rrugët e Zotit, para zgjithash, kjo rrugë është e shenjtë. Ajo nuk ka pjesë me errësirën. Rruga e krishterë, rruga ungjillore, rrugët e Zotit janë të shenjta. Njeriu mund të jetë edhe duke u përballur me vështirësi të mëdha në jetë. Por kur zëri i Zotit, lavdi i Zotit, e thërret këtë person dhe e fut në rrugët e Zotit, gjëja e parë që Zoti tregon është se sa e shenjtë është rruga e tij. Shiko sa shumë janë qindra e qindra dëshmi të njerëzve që kanë ardhur në shërbesën tonë, që më kanë dëgjuar në Rio de Janeiro, në Brazil, në botë, në vendet tjera, dhe që vërtet ecnin në rrugë të errta, rrugët e magjisë, rruga e atyre gjerave që janë nga ana e djallit, të errësirës. Njerëz që esnin në fund të pusit, në pluhur, në plera, në vujke. Ecnin në jetë si t'u vinte, por ishin Zotit, ata nuk e dinin. Siç mund t'jem edhe unë, me gjithë respektin, duke folur me njerëz jeta e cilëve është plot me pengesa dhe vështirësi. Një ditë mirë, një ditë kesh, një ditë mëkaton, një ditë pi, një ditë tymos, një ditë injekton, një ditë nuhat. Kjo rrugë e errësirës që është shkatërruese. Njeriu nuk ka paqe
njeriu nuk ka gëzim në jetë, nuk ka ngritje shpirtërore, nuk ka vrull sepse nuk është një rrugë e shenjtë. Ekziston vetëm një rrugë e shenjtë. Ajo është në rrugët e Jezusit, në fjalën, në kish, dhe thuhet se në këtë rrugë është gjithashtu një rrugë sigurie. Njeriu nuk ka më frikë. Kur është në rrugën e shenjtë, kur Zoti e tërheq në këtë rrugë, ajo bëhet një person i sigurt. Nuk ka frikë nga lajmet e këqija, nuk ka frikë nga kërcënimet, nuk ka frikë nga ato që shoqëria po përjeton sot, probleme kaq të rënda që ne i përjetojmë në shoqërinë tonë. Por ai që është në këtë rrugë është i sigurt. Është i sigurt sepse kush është ai që mban jetën tonë në këtë rrugë? Është vetë Zoti, është dora e fuqishme e Zotit, janë engjëjt e Zotit. Janë qejtë që hapen mbi jetën tonë, është e sigurt. Unë jetoj në këtë rrugë ku Zoti më ka vendosur prej gati 49 vitesh, 46 prej tyre si pastor. Si ndryshoi jeta ime? Unë isha katolik apostolik romak. Asnjëherë nuk e kisha parë priftin të përdorte një Bibël të shenjtë. Peshkopi i famullisë sime nuk e njihte as fjalën. Ishte ai rituali ftohtë ku flitej për të zdekurin, për mëkatin, për të zdekurin, Maria, po nuk kishte asgjë të shenjtruar. Dhe kur Zoti ma zbuloi jetën dhe më nxori nga rruga e fesë në një rrugë të shenjtë, atëherë po, më në fund fillova të jetoj. Me këtë siguri që vetëm krishterini, Bibla, shpirti i Zotit mund t'ja ofrojnë jetës. Kam kaluar momente të vështira, të tmerrshme gjatë këtyre 46 viteve të shërbesës, po asnjëherë e keqja nuk kam bizotruar, sepse kjo rrugë është e sigurt. Dhe është e sigurt, këtu nuk ka gabim. Kush ka Krishtin ka jetën e përjetshme, kush nuk e ka Krishtin tashmë është i dënuar. Është një siguri, është e vërtetë. Të gjitha ditët tona janë të shkruara kur asnjë prej tyre nuk ishte ardhur ende, të shkruara dhe të caktuara. Zoti na njohu që kur ishim të paformuar në barkun e nënave tona dhe ishte ai që na dha formë. Pra, kjo rrugë, të jesh ungjillor, të jesh i krishter, do të thotë të jetosh brenda një rruge përsosmërie, shenjtërie, sigurie dhe sigurie të plot. Unë nuk shqetësohem, kush është i Zotit nuk mendon, po nesër si do të jetë? A do të kem për të ngrënë, a do të kem për të pirë, si do të visem? Jo, Jezus i tha, nëse kërkoni s'pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Prandaj sot vit shpall një rrugë të shenjtë, një rrugë të sigurt, një rrugë të drejtë, që është rruga e shpëtimit në Jezu Krishtin. Është mbreslënse ky varg biblik, si gjithë Bibla është mbreslënse. Shiko çfarë thot Bibla. Në këtë rrugë as i marr nuk do të gaboj. Çfarë po thot për këtë marrëzi? Sa edhe personive më i pabesuar, edhe njeriu më i shpërdar në botë, nuk do të bëj asnjë gabim. Si quhet kjo? Apostull. Kjo quhet hiri i Zotit ton dhe shpëtimtarit Jezu Krisht. Thuhet se me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Kjo nuk vjen nga ju, është një dhuratë nga Zoti. Nuk kujtohet, para pak kohësh, po flisem me një biznesmen që kishte kaluar nëpër këtë rrugë. Njeriu bëhet aq i dëshpëruar, një ditë shkon të shoh letrat, pastaj shkon te fallxhoria, pastaj te lexuesja e pëllëmbës, pastaj te harta astrale, pastaj te piramida, pastaj njerëzit kalojnë nga çdo situatë. Oshtëruesi është ajo ku djalli fut ata. Dhe ky biznesmen më tha, apostull Michelangelo, as nuk dija ku e kisha kokën. Unë nënshtrua t'i hidhesha në përvareza. Të shkoja natën në plazhe, me degë dhe pemë e gjethe, duke u bekuar dhe një person krejt i veshur me të bardha, me varse dhe rroba të veçanta. Duke thënë që isha biri dikujt, nuk e dikujt, dhe që bëja pjesë në një shtetësi që kishte ardhur nga Afrika. Sa shumë ankth, sa shumë gabim, sa shumë mëkat.
Përderisa libri i shenjtë i Biblës na tregon se Zoti përdor dikë që thot, ky është rruga. Është këtu te profeti Isaia. Ky është rruga. Pra rruga, qa herë kom qëndru, orë të tëra me ruzaren time, duke përsërit, që nuk më sillte paqe, as qetësi shpirtit tim. Sa herë kam hyrë në meshë dhe kam dal nga mesha i ftohtë, bosh, një ritual. Sa herë kam pagu, premtime. Rëfesha në mënyrë të drejt për drejt para Zotit Abat, i tregoja dramat e mia, problemet e mia, dhe nuk e dija që edhe aty ishte një njeri i dobët, prej pluhuri, e di, nuk ishte fuqi të më falte. Dhe më kujtohet sa herë jam rrëfyer, në fund Zoti thoshte, të fal, shko në paqe, lutu diçka. Dhe ajo ishte shumë e ftohtë për mua, ishte shumë e çuditshme, ishte shumë bosh. Ishte një rrugë që nuk ishte rrugë, i shenjtë, sepse ndonjëherë njeriu ka një fe, po për shkak të situatave që përjeton, shkon e përplas kokën diku tjetër, pastaj pi, nuk e di çfarë, pastaj thith gjak, nuk e di nga çfarë. E di, është një dramë ajo që njerëzit përjetojnë në shoqërinë tonë. Jezusi vjen sot dhe përdor një njeri. Unë jam më i vogël nga apostujt. Në fakt, unë nuk jam as i denjë të them që jam apostol. Kjo ishte një thirrje nga Zoti, por nuk jam i denjë. Por me shumë kujdes për t'ju thënë se ka një rrugë dhe ekziston vetëm një rrugë. Pastor, po më pëlqen Ungjilli, po më pëlqen edhe... Jo, ekziston vetëm një rrugë, ekziston vetëm një e vërtet, ekziston vetëm një jetë. Dhe kur Zoti thot se në këtë rrugë të shenjtë, shiko çfarë thot, atje do të ketë një rrugë që do të quhet rruga e shenjtë, i papastërti nuk do të kalojë nëpër të, do të jetë për popullin e tij. Kushdo që ecën në të nuk do të gabojë, as edhe budallaj. Atëherë, dhe çfarë kujdesi ka një Zot që nuk i braktis të vetët? Ti mund të kesh gabu shumë në jetë. Ti mund të kesh bërë disa zgjedhje vërtet shumë të këqija në jetë. Ndoshta dikush që po më dëgjon tani me lot në sy, është përfshirë në rrugë aq të errëta, aq të fsheta, sa sot ka edhe frikë të dalë nga shtëpia. Po nëse ti kthehesh te Zoti sot, nëse ti këput kordonin e kërthizës me botën, bota do të thot mëkat, orgji, deje. Bota është marrëzi. Bota është një vend sklavërish pritërore. Por nëse ti sot kthehesh te Zoti, ky kthim te Zoti nuk është diçka që njeriu ka aftësi ta bëj vetë. Do thot që shpirti i shenjtë, nëse ai të vendos në këtë rrugë të drejtë, ti kur më nuk do të gabosh, kur më. Kjo përvojë në jetën e një buri. Jam pastor, jam baba, jam bashkëshort, jam gjysh, jam peshkop, jam avokat, jam mësues dhe mund të siguroj këtë. Nuk ka rëndësi e kaluara jote. Sepse ndonjëherë dikush thot, po pastor, ju nuk më njihni, ju nuk e dini se ku kam shkelur unë, ju nuk e imagjinoni botën apo nën botën ku kam jetuar unë. Nuk ka rëndësi e kaluara jote. Rëndësi ka vendimi yt sot. Ajo që ka rëndësi është të thuash Zot Jezus Krisht. Unë dorëzohem para teje. Dua këtë rrugë për cilën po flet ky njeri i Zotit. Unë dua këtë jetë të re. Nëse fillon dhe ndjen diçka në zemrën tënde i dashur, ne nuk jemi këtu rastësisht. Ne nuk jemi këtu rastësisht. Ne jemi këtu sipas një plani të Zotit. Duke thënë Zoti, si një biznesmen që erdhi në kishën tonë dhe më tha, më pëlqeu të dëgjoja sepse shkua drejt në problemin tim. Prandaj, unë do të jemi drejt për drejt. Mjaft më tecësh i hungur.
pastor, unë nuk merja as një vendim pa shkua te fallxorja. E di kush është pas letrave, idhujve, figurave? Është djalli, është demoni. Gjithmonë pas një ivulli, është një demon. Prandaj mjaft më tecësh i mur. Pastor, kam qenë në 30 fetë ndryshme, kam bërë pelegrinazh, kam ecur 600 kilometra në këmbë, jam lyer me vaj, shkova në një vend që quhej Ungjillor, më mbushën kokën me vaj, me një brirë derdhën vaj. Shkova në një vend tjetër ku kërcenin, të gjithë vallëzonin, hidheshin mbi shpatullat e njëri tjetrit. Ishte një tjetër që ishte rrethet e të, një tjetër që vetëm qante. E di, kam ecur në për rrugë, ju nuk e dini. Më kanë thënë kishte një zonjë që lexonte duart, një tjetër që shikonte llumin e kafes dhe lexonte të ardhmen. Apostull, kam ecur në për rrugë, vetëm Zoti e di, është e vërtet, vetëm Zoti e di. Po mjaft më të ecësh i humbur. Mjaft më të jetosh duke gabua. Jezusi po të tharet në një rrugë ku edhe i dopti, edhe i çmenduri e gjen të drejtën. Si e thoni këtë zude? Spari, sepse është në Bibël. Së dyti, sepse kjo ka ndodhur në jetën time. Së treti, sepse është ai që udhëheq në këtë rrugë. Është ai që të mbon. Është ai që të shpëton. Atëherë, do të them eja të Jezusit. Do të them ty që prej shumë kohësh je larguar nga rrugët e Zotit. Ktheu në shtëpinë e Zotit. Ti që je përballur në vështirësi nga jeta, ti që gjithmonë ke dal keq. Ulje ngritje si një tren i çmendur. Ti që ke fillu me 3 pika rivotril dhe sot pi gjysmë shishe, por prapë nuk gjen paqe. Ti që ke kriza ankthi, ti që je dëshpëruar, aq shumë je dëshpëruar sa nuk ke më fuqi. Asë për të parë diellin nuk je më fuqi. E në shtëpinë e Zotit. Ti që armikut ka tërhequr jashtë në një kish, kthehu në shtëpinë e Zotit. Kthehu në kish. Po të ofroj këtu dyert e një katedraleje, të një kishe të pastër, të shenjtë, që predikon të vërtetën. Kisha ungjillore e Krishtit jeton. Unë jam pastor i kësaj kishe. Në terma njerëzor është jetë gjatë, 36 vjetë shërbes. Duhet të them, eja, krahët e atit janë të hapur për ty. Shpresoj që po e merr këtë fjalë, nuk do të gabosh më. Zoti do të drejtoj hapat e tu, Zoti do të rikthej jetën, Zoti do të të vendosë në rrugën e fitores. Kam ende 1 minutë e gjysmë për të thënë, ndoshta po flas me dikë që është në betejë shumë të mëdha si zakone të këqija, me varësi, me drogra. Ose ti që i përfshirë me diçka shumë të vështirë dhe të rrezikshme. Po flas me ty. Jam profeti për jetën tonë. Është koha që ti të thuash uah. Miraft. Sepse magjia nuk do ta zgjidh, letrat nuk do ta zgjidhin, as busollat nuk do ta zgjidhin. Ti ke nevojë për paqe, ke nevojë për ndryshime. Vetëm një fuqi më e madhe mund të çliroj, fuqia e gjakut Jezusit, fuqia e Zotit ton Jezu Krisht. Ai do ta ndryshojë historinë tënde. Mas hom dhe ka. Ky rrugtim po të priste ti. Teja. Kujtoj atë që tha profeti. Një rrugë e mirë që quhet rruga e shenjtë. I papastërti nuk kalon në të, do të jetë vetëm për popullin e tij. Kushdo që ecën në të, nuk do të gaboj. As edhe i çmenduri. Gabimet ka marrë fozë. Dorëzoja jetën tënde Jezusit, rrëfeja atë, thuaj tani aty ku je. Mund të jesh brenda një burgu, mund të jesh në një klinik, në një spital, në një vend psikiatrik, e di, në shtëpi. Nuk e fjetur, nuk fle, merr qetësues, je mbushur me probleme, dhe jeta jote vazhdon, një ditë mirë, një ditë keq. Dorëzoje jetën tënde. Ai e ka përgatit këtë rrugë që para themelimit të botës. Ai të ka paracaktuar dashuri. Ai të ka thirrur, të ka justifikuar, të ka lavdëruar. Vepra është e plot. Eja në kishën Krishti i gjallë.
Unë jam këto duke u përgjigjur për shërbesën time. Ka shërbesa të mira, sigurisht, por unë jam duke u përgjigjur për Krishti i gjallë. Ja, ndjej praninë e Zotit i dashur. Haleluja, ndjej frymën e shenjtë të lëviz. Ai po këmbgul këtu pranë veshjet dhe zemrës sime. Ajo person që është në një rrugë kaq të rrezikshme i dashur. Lëre atë rrugë, ajo do të çojë drejt vdekjes. E janë rrugën e Zotit. Dua të jem bariu i jetës tënde. I falenderoj Zotit për popullin e kishës ungjillore, Krishti jeton, të cilët me përpjekje, dashuri dhe bujari mundsojnë këtë punë kaq madhështore që është të çosh fjalën e Zotit në bat. Ekipi im, që është këtu në krahun tim, krah për krah prej vitesh, kujdeset që fjala përhapet, sepse ajo nuk është e lidhur me pranga. Faleminderit e gjithëve. Ju përqafoj, shpall bekimin mbi jetën tuaj, mbi familjen tuaj, mbi shtëpinë tuaj, mbi bizneset tuaja. Paqen zemër. Pastor Miguel Angelo, kisha ungjillore, Krishti jeton. Mirëmëngjes të gjithëve, fundjavë të mbar.